sa provokues duhet jetë arti sot? E bëj këtë pyetje për vetëm fakt sepse ndonjëherë do të jemi provokues që të marrim dhe të jemi joshës për tregun, jo vetëm në tipare biznesi, por qoftë edhe për ti tërhequr. Unë nuk e di nëse libri Vrima ka qenë po themi në terma edhe që të ishte provokues për çështje, po themi që të kishte edhe suksesin e vet, apo ishte komplet e natyrshme, po kjo më bën të mendoj që të paktën sot në 2026 që duhet edhe të mbijetosh në një farë mënyre, në art sa provokues duhet të jemi, qoftë në përgjithësi, qoftë edhe në nivel strategjik. Në nivel strategjik, kur ti e bën me plan, diçka provokuese duhet ketë. Sepse ne marrim dikë që duam ta fusim në punë dhe sikur ai mos ketë pak sharm, mos ketë diçka provokuese, ose mos të bëj ty që dëgjon se unë mund të arrij shumë në këtë vend, ai të ka provokuar. Diçka që të ngeli në mendje. Ai të ka provokuar, nëse do jetë një njerëz kështu si i fjetër e kështu. Një shef ose një pronar, një administrator do të merrte në punë. Kështu që ajo është pjesë e jetës kjo gjë. Ndërsa në lidhje me artin, unë mendoj që funksionon vetëm arti kur është spontan.